Përshëndetje të dashur shikues të këtij edicioni të Kosova Gjë Podcast. Sot do të flasim pikërisht për temën për jetën tonë të shpejtë, se si mund të gjejmë qetësi në një botë që nuk ndalet asnjëherë dhe kur gjithçka është shumë e zhurmshëm. Megjithatë ekzistojnë njerëz të cilët arrin të na qetësojnë vetëm me fjalë, vetëm me zërin e tyre, dhe një prej mysafirja ime sot është pikërisht një kërkuese shkencore, një grua që ka gjetur meditimin si një metodë shkencës për të transformuar energjinë e brendshme të shumë njerëzve dhe ka pasur një impakt shumë të madh. Me që jemi në fund të këtij viti ku bëjmë kalkulimet e arritjeve dhe dështimeve tona, pikërisht sot do të flasim për stresin, për shqetësimet, për motivin, do të flasim mbi gjitha për atë që e karakterizon njeriu, sepse gjithë ata që kanë pasur probleme, qoftë me sistemin e tyre nervor, me shëndetin e tyre mendor, rruga më e sigurt për ta gjetur veten lidhet vetëm me një emër, Artemisa Gogollari. Mirë se erdhe dhe faleminderit që ndave kohën tënde të shkurt këtu në Prishtinë për më na u bashkuar këtë podcast. Shumë faleminderit, është kënaqësi për mua. Artemisa, për ata që nuk njohin, e di që shumë njohin, shumë të përcjellin, sepse na motivoni vazhdimisht me videot edhe me mesazhet e juaja në rrjetet sociale. Am tregoni pak se si e gjetët veten në këtë drejtim. Unë jam mjeke dhe kërkuese shkencore për ata që nuk më njohin, dhe ky rrugtim nisi në spitalet e Gjermanisë, ku nisa dhe formimin tim profesional. Aty faktikisht unë u përballa me simptoma të ankthit, depresionit, dhe pavarësisht gjithçkaje, çdo gjë mund të kisha provuar çdo lloj gjëje, por ajo që më ndihmoi ishte meditimi. Dhe në fillim, edhe pse isha skeptike, ka patur shumë kërkime shkencore që në ato kohë, që ka qenë mbi 10 vjet më përpara, ka patur kërkime shkencore në të cilat unë gjeta një lloj konfirmimi se ishte një rrugë potenciale për të provuar dhe për të përpjekur për të ndjerë më mirë, dhe realisht që rezultoi pozitive. Dhe që nga ajo kohë pastaj kam shpërndar në Instagram, në YouTube dhe në rrjetet e tjera sociale, teknika të ndryshme, së bashku dhe me bashortin Marvinin, që nga ajo kohë kemi zhvilluar pas edhe teknikat tona, mënyrën tonë të approachit të këtij rrugtimi, dhe ka qenë goxha një sukses shumë i madh. Pra meditimi ju ka ndihmuar fillimisht vetë ju, edhe mandej e keni trasu dhe keni ndjek si rrugë, por në një botë që lëviz kaq shpejt si kjo në vitin 2025, ku mendon që buron stresi më së shumti? Në kohët e sotme ne kemi shumë impenjime. Është e nevojshme që ta ndajmë kohën, energjinë dhe fuqinë tonë midis familjes, punës, shoqërisë, dhe 1 milion impenjime të cilat ndonjëherë duket sikur nuk kemi kohë, dhe realisht nuk kemi kohë për veten tonë. Realisht e gjithë energjia jonë shkon jashtë. Nuk ka energji që ne t'i kushtojmë kohë dhe vëmendje vetes tonë, dhe përpasoj trupi, sistemi nervor me kalimin e kohës fillon çedon, mendja, sistemi nervor, sepse ne bëjmë gjithashtu dhe matje me elektroencefalogram. Ajo që kemi parë është se ka një copëzim të sistemit nervor. Ne e quajmë copëzim atë reagim të sistemit nervor ku valët e trurit në sistemin nervor janë të ndryshme në sektor të ndryshëm. Dhe shkenca moderne mund ta thotë se këto mund të jenë matje normale, por nuk janë gjendja jonë e natyrshme. Gjendja jonë e natyrshme është që gjithë sistemi nervor të jetë në koherencë, të gjitha valët e trurit në çdo sektor të trurit të jenë njësoj me njëra tjetrën, pra në një vallëzim uniform. Por nuk është kështu. Truri është i copëzuar. Pra një pjesë mendon për familjen, një pjesë mendon për fëmijët, një pjesë mendon për punën, një pjesë mendon për atë kolegun që bezdis, një pjesë për një projekt të ri. Dhe çdo sektor në tru ka valë elektrike të ndryshme. Pra nga matjet tona është një kakofoni e vërtet në elektroencefalogram. Dhe kjo shkakton stres në sistemin nervor, kjo shkakton mungesë gjithashtu të harmonisë në zemër. E kemi vënë re gjithashtu se ka mungesë koherence të rajeve të zemrës, dhe përpasoj një sistem biologjik ku ka çrregullim midis zemrës dhe mendjes, ky çrregullim përhapet dhe në organet e tjera. Personi pastaj fillon të ndihet ka lodhje kronike, ka humbje të energjisë, dhe me radhë të gjitha pastaj simptomat që i njohim. Cilat janë ato simptomat cilat ne duhet të alarmohemi kur i kemi sa i përket stresit edhe ankthit? Ka shumë persona që fillon pa u ndjerë.
Pra ngrihemi në mëngjes, edhe pse kemi fitur gjumë ndjehemi të lodhur, ka një lloj ngushtimi në kraharor, një lloj sikleti, frymëmarrja nuk është më aq e lirshme, nuk mbushen thellë me frymë, fillojnë që të humbasin interesin dhe për gjëra të cilat më përpara kishin shumë dëshirë të bënin, fillon humbet interesi, nuk kanë më energji të bëjnë ato gjëra. Gjithashtu humbet motivimi, ide të reja, frymëzime të reja dhe energjia në përgjithësi bie dhe personi ka një lodhje kronike pa e ditur shkakun. Ku mund ta dallojmë stresin edhe ankthën, se ndonjëherë nuk dim ta bëjmë dallimin mes këtyre dhe a mendon ne shqiptarët a kemi më shumë stres apo ankth? Ku jemi të prirë më shumë? Që ishe dallimin ndoshta edhe me vendin ku jetoni, Zvicrën? Ka një dallim i cili është faktikisht i dukshëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, por edhe në Ballkan në përgjithësi, mbizotëron ankthi, sepse dhe do të them pastaj diferencën, ndërkohë që në Zvicër dhe në vendet e tjera mbizotëron depresioni. Dhe këtë ka vërtetuar edhe bashkëshorti im sepse studion. Pra mendoj që jemi më mirë, ne sado që shohim që jemi më keq. Në Zvicër, sipas të dhënave që kemi në universitet, 60% e popullatës tashmë ka patur një diagnozë të depresionit klinik, që faktikisht është diçka goxha e rëndë. Ndërsa pra depresioni, një person me depresion është një njeri i cili mendon shumë për të shkuarën, mendon shumë që ka qenë mirë më përpara, ka qenë një kohë shumë e mirë më përpara dhe është melankolik për të kaluarën dhe nuk ka energji dhe frymëzim për të ardhmen. Ndërkohë që një person me ankth është një person i cili jeton në mbijetesë, ka shumë gjëra për të bërë, ka shumë presion, ka shumë tension, dhe e gjithë kjo mbijetesë i krijon një lloj presioni dhe frike për të ardhmen. Pra ankthi është më shumë një parashikim i gabuar i së ardhmes. Po them i gabuar sepse në përgjithësi janë skenare negative që krijohen në mendje, që asnjëherë nuk ndodhin, por që këtë përfshin ankthi. Depresioni është për të kaluarën. A kemi vështirë të jetojmë në të tashmen? Në kohën e sotme është shumë e vështirë të jetojmë në të tashmen. Dhe faktikisht i përmende Chelsea-n, i cili është zgjidhja për hapjen e derës së paqes dhe të qetësisë, që është të gjesh çastin e tanishëm. Të rikthesh vëmendjen tënde, pra ta marrësh vëmendjen nga e shkuara dhe ta sjellësh në momentin e tanishëm, të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur, njerëzit, ngjarjet e rrethana, ta sjellësh vëmendjen këtu dhe ta marrësh dhe vëmendje dhe nga e ardhmja, çdo gjë që ti ke merak se mos ndodh kjo ajo, ta sjellësh në të tashmen dhe të jetosh momentin e tanishëm, por që normalisht është e vështirë për vetë impenjimet, koha që na mungon, gjithsesi kur e kuptojmë rëndësinë e kësaj, atëherë dhe i kushtojmë kohë dhe vëmendje këtyre teknikave. Mendoj që një prej shkaktarëve që i sheh njerëzit shpesh të pakënaqur është edhe krahasimi që bëjnë me tjetrin, ndoshta pa e ditur historinë edhe nuk e vlerësojmë çfarë ne kemi, por krahasohemi me të tjerët. Si e sheh këtë aspekt tek aktivizimi më i madh i ankthit? Është e vërtet sidomos dhe në rrjetet sociale, nëse shohim persona të cilët janë të suksesshëm, të lumtur, të gëzuar në vende të bukura, mendojmë që në qoftë se edhe ne ndjekim rrugtimin që ata kanë ndjekur, edhe ne do jemi ashtu. Ndërkohë që ka dy raste. Një person i suksesshëm ose ka ndjekur një rrugë që nuk është e tij dhe realisht nuk është i lumtur, ose ka ndjekur një rrugë që është e tij dhe është i lumtur. Por gjithsesi ne nuk mund ta kopjojmë këtë gjë, sepse çdo person ka rrugën e tij, çdo person ka potencialin e tij. Nëse ne kopjojmë dikë tjetër, të frymëzuar nga ky lloj krahasimi, atëherë ne do hasemi me sfida që nuk janë tonat, sepse çdo rrugtim ka sfidat e veta. Dhe nëse ti ecën në rrugën tënde, shfaqen sfidat e tua, por ke motiv, ke energji, ke fuqi ti përballësh ato. Dhe pra personat nëse kopjojnë dikë tjetër, hasen me probleme dhe vështirësi, të cilat nuk janë të tyre dhe nuk kanë fuqi dhe energji ti përballin ato, dhe thonë që ka një lloj zgënjimi në atë rast, përse nuk po funksionon me mua. Dhe kjo është arsyeja, kemi nevojë të ndjekim rrugën tonë. Dhe nëse duam ta bëjmë këtë gjë, atëherë le të ndjekim persona që janë autentik, që kanë ndjekur atë rrugë që ne duam ta ndjekim, por që janë vërtet autentik në atë që ata kanë bërë, dhe të studiojmë vështirësitë që ata kanë patur. Gjithmonë të shohim vështirësitë. Asnjëherë të mos iluzionohemi se ajo është një rrugë pa pengesa, por të shohim cilat janë rezistencat që ata kanë hasur.
dhe atëherë të punojmë me veten tonë për të tejkaluar ne brenda vetes ato rezistenca. Pse ndonjëherë njerëzit ndihen shumë të pasigurt, të pamotivuar, ndonjëherë mundon të bëjnë gjitha ato që funksionojnë, por prap nuk e marrin atë që dëshirojnë. Cili është mesazhi juaj për këta njerëz? A duhet ta presin kohën e tyre apo si duhet të mos e humbin motivin? Neve përpiqemi shumë, por përpiqemi me nivelin aktual të ndërgjegjes tonë. Pra, çfarë do të thotë kjo? Kjo të thotë me mendimet aktuale, emocionet aktuale dhe veprimet që jemi mësuar të bëjmë. Po kjo përbën vetëm 5% të ndërgjegjes, sepse sistemi jo nervor është i ndarë në ndërgjegje dhe nën ndërgjegje, pra subconsciencë. Dhe nëse ne përpiqemi, një përpjekje mund të duket shumë e madhe, por gjithsesi është vetëm 5% e kapacitetit ton total. Dhe gjatë ditës, nëse ne flasim, veprojmë dhe mendojmë, vetëm 5% është përpjekje reale e ndërgjegjshme dhe 95% është komplet automatike, sado që ne të përpiqemi. Çdo gjë që ne bëjmë është në automatizëm dhe janë veprime të së kaluarës dhe gjithmonë do na mbajnë në të kaluarën, nëse ne nuk përpiqemi që ti transformojmë ato nëpërmjet meditimit. E vetmja mënyrë të deportosh në subconsciencë, të transformosh në 95% të madh që të kontrollon jetën, është të futesh thellë në meditim, të ndryshosh valët e trurit dhe aty të transformosh pastaj besimet kufizuese në besime fuqizuese, të transformosh emocionet që na mbajnë në të kaluarën, të japësh pranime dashuri që janë teknika të avancuara shërimi, ti transformosh ato në fuqi. Dhe në këtë lloj forme ne ngrihemi në një nivel të ri ndërgjegje. Dhe vetëm nga një nivel i ri ndërgjegje mund të arrijmë diçka të re. Me që ne jemi një platformë e punësimit, dua t'ju pyes për njerëzit që janë vazhdimisht zënë, që punojnë vazhdimisht shumë, dhe thonë që nuk kanë kohë as të merren me meditim apo të bëjnë gjëra për veten. A ka një si mini meditim që ne mund ta bëjmë gjatë pauzës, gjatë kohës kur nuk ndihemi mirë dhe që mund të na ndihmojë edhe qoftë gjatë orarit tonë të punës? Po ka, është harmonizimi i zemrës. Dhe pra, një teknik e shkurtër është harmonizimi i zemrës. Nëse doni ta zgjasni pak më shumë, është harmonizimi i zemrës dhe trurit. I zemrës është i tillë që mund të vendosim dorën në krahëror dhe qëndrojmë me frymëmarrje të ngadalësuar, marrim frymë me hund, duke rritur, duke fryrë barkun, pra jo kraharorin, duke fryrë barkun dhe vendosim vëmendjen në zemër. Imagjinojmë se ajri hyn dhe del nga zemra jonë. Dhe shohim në qoftë se mund të gjejmë diçka për të qenë falendërues. Mund të gjejmë dikë dhe një kujtim të një personi që na do shumë, të ndjejmë dashurinë për atë person, të ndjejmë përkujdesje për atë person. Dhe këtë energji falënderimi, përkujdesje dhe dashurie, të shohim a mund ta përhapim në trupin ton. Dhe në atë moment ka një rritje shumë të madhe të energjisë. Ka një rikthim të fokusit brenda, personi ndihet më i sigurt dhe i mbrojtur. Dhe gjithashtu nëse duam ta krijojmë dhe koherencë dhe midis zemrës dhe trurit, atëherë këtë energji, këtë dashuri, këtë falënderim, të imagjinojmë sikur shkon si një val nga zemra në tru, nga zemra në mendje. Të ndihet se ka falënderim në mendje, se ka dashuri në mendje, se ka përkujdesje gjithashtu dhe në mendje, edhe është një val që mund të me imagjinat kalon nga mendja në zemër, nga zemra në mendje. Dhe është gjithashtu e matur kur në momentin, në çastin që personi arrin koherencën midis zemrës dhe mendjes, dhe për ata që nuk e kuptojnë termin koherencë, është një gjendje harmonie plot, perfekte, biologjike midis sistemit kardiovaskular dhe trurit. E kemi matur që në momentin që truri arrin bashkon të gjitha pjesët në një, në atë çast zemra ka dërguar një sinjal, është si një val që shkon nga zemra në mendje. Është diçka jashtëzakonshme që ndodh ky komunikim dhe ky vallëzim i brendshëm. Vazhdimisht kur lexoj e shoh që një prej burimeve kryesore të stresit janë edhe vendet e punës, për shkak se gjithë jeta jonë është e lidhur me atë çfarë bëjmë gjatë ditës edhe me atë që ne mundohemi të arrijmë. Në kohën e produktivitetit toksik, kur njerëzit mendojnë që sa më shumë punon, aq më shumë arrijnë, si mund të vendosim ne kufit e shëndetshëm nëpërmjet punës, shtëpisë dhe jetës pastaj? Ne faktikisht kërkojmë të bëjmë maksimumin për njerëzit, por dhe maksimumin për veten. Dhe për këtë arsye mendojmë se sa më shumë që të bëjmë, aq më shumë rezultate do arrijmë, por
normalisht nëse ne nuk jemi të plot, as një të tjerë nuk do jenë të plot, as puna që ne bëjmë nuk do jetë e plot. Ne mund të vendosim kufi vetëm nëse ne arrim të kuptojmë rëndësinë e kufive, nëse ne arrim të kuptojmë se nuk mund të japim nëse ne jemi bosh. Atëherë të krijojmë një balancë midis kohës që ne shpenzojmë për të tjerë dhe kohës që shpenzojmë për veten. E vetmja mënyrë është të kuptojmë rëndësinë e kësaj. Është një shprehje që thotë nëse ke kohë të meditosh, medito për 20 minuta. Nëse nuk ke kohë të meditosh, medito për 1 orë. Pse? Sepse nëse ne vetëm shpenzojmë kohë jashtë në botë, duke bërë punë, duke ofruar gjithçka që ne kemi, gjithë energjinë tonë në botën jashtë, sistemi jo nervor do e vuaj këtë gjë. Me kalimin e kohës nuk do kemi më energji, me kalimin e kohës vendimet tona nuk do jenë më aq të qarta, do fillojmë të harrojmë gjëra, të harrojmë sende, do fillojmë që dhe puna jonë të mos jetë aq produktive. Dhe pra absolutisht fokusi tek vetja nuk është egoist, por është për të mirën tonë dhe për të mirën e të tjerëve. Është për të mirën e kolegëve të punës, të shefit, është për të mirën e familjes, sepse në atë rast gjithashtu do kemi më shumë fuqi për të qenë me ta në energjinë tonë të plot. Punonjësit e shoh shpesh hezitojnë të flasin temat vështirësitë të shëndetit mendor me punëdhënësit e tyre. Çka mendon se duhet të bëjmë këtë hap? A duhet të jemi më të hapur edhe të tregojmë sikur kemi simptoma të shëndetit fizik që ne i flasim pa hezitim, a duhet të jemi më të hapur edhe ndaj kësaj teme dhe të jemi edhe shefat ta mirëpresin, po edhe punonjësit të mos ngurojnë? Atëherë në ambientin e punës me shefin është gjithmonë e mirë që ne të jemi të hapur deri në një farë pike ku ajo që themi ka të bëjë me punën. Çfarë do dua ta them me këtë? Në qoftë se ne jemi të ngarkuar mendërisht dhe emocionalisht, dhe kjo ka të bëjë me punën, pra ka të bëjë me një projekt që na ngarkon shumë, ka të bëjë me një koleg që na bullizon, ka të bëjë me strukturën e punës në përgjithësi, dhe nëse ne kemi një sugjerim për shefin, për diçka të ndryshoj tek puna, për një marrëdhënie të ndryshojnë, ose që të ketë një lloj kontrolli dhe kufizimi edhe ndaj bullizimit apo çfarë po ndodh aty, atëherë po ne mund të tregojmë të hapur me shefin dhe t'i themi që kjo situatë në punë po më shkakton stres. Dhe në mënyrë të tillë që dhe shefi të jetë i orientuar drejt zgjidhjes së atij problemi. Cilat hapa mendon që duhet i ndërmarrin menaxherët, shefat që me kriju një mjedis pozitiv të punës, ku gjithë ndihen mirë dhe ndihen rehat me ambientin dhe me njëri tjetrin? Hapi i parë është gjithmonë komunikimi i hapur. Pra gjithmonë të ketë takime, të komunikohet lirshëm, të krijohet edhe një lloj ambient i sigurt dhe i mbrojtur, që pavarësisht gjithçka që ti mund të më thuash, unë asnjëherë nuk do gjykoj, nuk do kritikoj, nuk do. Është më lehtë të thënë se sa e bër kjo të arrim të mos e gjykojmë njëri tjetrin, sepse ne jemi njerëz, ndoshta ndonjëherë gjykojmë edhe në bazë të atyre vështirësive dhe të mjetave që i kemi edhe ne vetë për brenda. Po, shumë e vërtet. Prandaj pikërisht për të vendosur një ambient të tillë është e nevojshme që vetë shefat, vetë pronarët e bizneseve dhe të punojnë me veten, të arrijnë të bëjnë trajnime për menaxhim emocional dhe për inteligjencë emocionale, që ata vetë të i kalojnë reagimet e tyre të brendshme emocionale, sepse gjithmonë ti mundesh të frymëzosh tek tjetri atë që ke arritur të bësh edhe vetë. Cilat sjellje prirën t'i kenë më shumë shefat dhe punonjësit më të komplikuar? Shefat e komplikuar zakonisht janë shumë kontrollues, pra kalojnë në një mikromenaxhim, përpiqen që të menaxhojnë gjithçka, të bëjnë gjithçka dhe kalojnë në një kontroll të tepruar. Gjithashtu kanë reagime shumë të fuqishme emocionale. Nëse ka një gabim ose diçka, kanë një reagim të fortë emocional me kritikë dhe gjykim. Ndërkohë që punonjësit e komplikuar janë ata të cilët përpiqen që të gjithashtu ka të bëjë me reagim emocional, por përpiqen që të fshejnë atë që kanë bërë, ndihen shumë në faj, ndihen dhe kur kritikojnë për diçka, ndihen se është fundi botës, përpiqen të mbrojnë veten në maksimum dhe nuk e vendosin fokusin tek ajo çfarë mund të bëhet për të rregulluar situatën, por se si ata mund të mbrohen dhe si mund të dalin nga situata.
Si munden na me punu ma shumë në qëto dy kontekstet edhe në rastin e shefit që menaxhojnë që janë kontrollues, po edhe punonjësve që ndonjëherë edhe mungesave të besimit edhe kompetencës rezulton mandej edhe në stres më të madh që reflektohet në punë. Në qoftë se si e thash, do ishte shumë mirë nëse të dy palët kanë mundësi për të bërë trajnime në fushën e reagimit emocional, inteligjencës emocionale dhe kjo kuptueshmëri emocionale pastaj do hapte rrugë për shumë bashkëpunime të sinqerta, të thella dhe efektive. A do menaxherët, shefat i kenë parasysh edhe emocionet e njerëzve, sepse shpesh i dëgjoj që thonë nuk na intereson që ka ndodhur, këtu je për punën dhe nuk je për aspekte tjera, lejnë shpe. Qysh kishim mujt nashta me menaxhu këtë pjesë, qysh munden udhëheqësit, shefat me pas parasysh që nuk kanë të bëjnë thjesht me njerëz robot që vinë e kryejnë punën edhe ndonjëherë nuk ndihen mirë mjaftueshëm për të dhënë maksimumin. Zakonisht në për kompani të cilat përpiqen të kenë edhe kujdes në emocioneve të punonjësve, përpiqen që të krijojnë disa organizime të ndryshme me punonjësit, mund të shkojnë diku së bashku, organizojnë trajnime të ndryshme për menaxhimin e konflikteve, për komunikim më të hapur, komunikim më të lirshëm dhe normalisht që shefat mund ta mendojnë se një person është aty për punë, por të njëjtën gjë e mendon edhe punonjësi. Edhe ai e mendon që unë jam këtu për punë, unë nuk duhet të ndihem keq. Por e vërteta është që emocionet janë brenda nesh dhe ato nuk na pyesin neve se kur do dalin. Trupi mban shumë ngarkesa nga e kaluara, trupi reagon ndonjëherë vetë edhe automatikisht. Pra, shumë njerëz edhe pse realisht duan të fokusohen në punë, është e pamundur. I përmendet konfliktet, që mundemi na mi menaxhu ma mirë konfliktet, ka burojnë konfliktet edhe si mundemi na me pas mi menaxhu shumë mirë edhe bisedat më të vështira që i kemi në punë. Menaxhimi më i mirë është i bazuar mbi sinqeritetin. Pra në qoftë se ne jemi të sinqert mbi atë të cilën ne kërkojmë, mbi atë të cilën për ne do ishte më mirë dhe për atë për të cilën ne jemi duke kaluar, për të dyja palët, atëherë çdo gjë do funksiononte shumë herë më mirë. E keni përmend vazhdimisht që kur ne shërojmë veten për brenda dhe kur ne i shembim ato pengesat e brendshme, energjinë tonë të brendshme, edhe të ardhurat financiare rriten. A na tregon pak këtë lidhjen mes stabilitetit financiar dhe mes mënyrës si ne punojmë me veten? Stabiliteti financiar ka lidhje shumë të fortë me qetësinë mendore. Pra një sistem nervor i cili është në paqe arrin të krijojë bollëk, sepse arrin të jetë i qetë për të marrë vendimet e duhura dhe për të tejkaluar reagimet emocionale. Financat, ruajtja e financave ka të bëjë shumë me emocionet. Nëse ne arrim të menaxhojmë emocionet tona, arrim të menaxhojmë gjithë jetën tonë. Dhe me emocione nuk dua të them thjesht kritikat. Pra, kritika është vetëm një aspekt. Për shembull, nëse dikush të vjen të kritikon, të thotë 100 fjalë përpara dhe ti të arrish të ruash qetësinë emocionale, ti të arrish të qëndrosh sërish pranë vetes tënde, kjo është një pikë shumë e fortë dhe pozitive. Por gjithashtu dhe e kundërta, nëse dikush të vjen dhe të thotë vlerësime, je kështu, faleminderit për këtë, faleminderit për atë, gjithashtu ti është shumë e nevojshme të ruash qetësinë dhe të ruash fokusin në zemrën tënde, brenda vetes tënde, sepse është shumë e thjeshtë që edhe nga vlerësimet ti mundesh të largohesh nga vetja, mundesh të përpiqesh që të bësh diçka që nuk je ti. Pra, në të dyja anët, dhe kritikat dhe vlerësimet mund të na largojnë nga qendra jonë. Dhe qëndrimi në qendër është ruajtja e paqes në sistemin nervor. Folim pak edhe për sinqeritetin si qelës i komunikimit, po ku dallon ajo vija e holmës të qenit i sinqert, por pa e lënduar tjetrin. Të jemi të sinqert, por në anën tjetër të kemi kujdes edhe si qasëm, si me arrit këtë sinqeritetin me pas pak më të balancuar dhe mos me lëndu tjetrin edhe kur e kritikojmë. Ne kemi vënë re që personat të cilët kanë një harmonizim midis zemrës dhe mendjes, pra harmonizim zemrë dua të them një harmoni e rrahjeve të zemrës. Pra personi ndjen paqe në zemër dhe është i relaksuar në zemër, ndjen hapësirë në krahëror. Dhe në këto raste personat janë shumë empatik.
ndjejnë gjithashtu dhe atë që ndjen tjetri, po pa u ndjer keq vetë. Dhe duke ndjer atë që ndjen tjetri, arrin të thon fjalën e dur, arrin të thon atë që duhet, sepse e din se çfarë impakti do ketë çdo lloj fjale që ata thon. Pra, kur personi ka koherencë në zemër, gjithashtu është edhe empatik ndaj tjetrit. Ndërkohë që një person I cili ka kaos në zemër, në mendje, mund të jetë shumë I sinqert, mund të thotë, unë jam I sinqert, unë e them atë që mendoj. Por nga një nivel kaosi, gjithashtu mund të shkaktojë kaos edhe tek tjetri. Po flasim vazhdimisht sot edhe për burnout, që po thuhet në anglisht, është ajo raskapitja, që mund të më bëjë dallimin mes lodhjes edhe kur ne emrim atë pikën, sepse shumë njerëz edhe udhëheq kur kanë shku edhe kanë adresu, kanë taku psikologun, kanë fillu meditimin, kanë thënë që kanë arrit atë pikën e burnout. Që mund të më bëjë dallimin mes kësaj ose çka mundi më bëj me parandalu mos më mrit deri te ajo. Atëherë në qoftë se vini re, se ngrini në mëngjes pa energji, ose në qoftë se diçka që më përpara ju motivonte, tani nuk ju motivon më, ose sado shumë që të flini gjumë, prap nuk ndjeni të çlodhur, atëherë ajo është piknisja e burnoutit dhe është e nevojshme që të shohim në jetën tonë çfarë do lloj hapësire që ne të kemi në jetën tonë t'ia kushtojmë pak kohë vetes. T'i kushtojmë kohë që të qëndrojmë në qetësi, të marrim disa frymarrje të thella, të bëjmë një meditim dhe ose në qoftë se nuk meditojmë, të shohim se çfarë na jep kënaqësi, çfarë mund të bëjmë, të lexojmë një libër, të shkojmë hiking, të notojmë, pa çdo lloj kohe që ne mund t'ia kushtojmë vetes, është një kohë e cila na shpëton ne dhe gjithë jetën tonë. Arta, mendon që I kushtojmë rëndësinë e shëndetit mendor pasi që të bëhet shumë vonë? Shumica e njerëzve e nisin faktikisht meditimin pikërisht atëre kur është shumë vonë, përfshirë edhe mua. Por është pikërisht momenti kur ti ke arritur një fazë të jetës tënde që një sëmundje shpërthen, një në ankth, një depresion, nuk di më se çfarë të bësh. Atëherë gjen zgjidhje dhe rikthehesh tek vetja, është një zgjidhje e detyruar. Por përse të presim për një zgjidhje të detyruar, kur tani ka kaq shumë mundësi, kaq shumë teknika, kaq shumë hapësirë, që kaq shumë informacion në internet që ne të mundemi të bëjmë diçka për veten tonë. Prandaj le të rikujtojmë vetes se çfarë është më e rëndësishme. Të rifokusohemi edhe një herë sërish, të rikthehemi sërish në zemrën tonë, tek vetja jonë, të rikujtohemi se gjë më e rëndësishme është rikthimi në natyrën tonë të vërtetë. Dhe nëse ne kemi haruar atë, natyra jonë e vërtetë është paqe, natyra jonë e vërtetë është dashuri, është të ndihesh I lidhur me gjithë natyrën e krijimit. Ne shpesh nuk e dëgjojmë trupin tonë derisa ai ngadalësohet. Kur ne nuk arrim me dëgju çfarë mesazhe na përçan, ne thjesht ndalemi kur ai më nuk mundet me bë asnjë hap tutje. Që me komunikuna, që me arrit këtë harmonizimin që po e përmendni vazhdimisht, me I pa sinjalet e para dhe mos me dëgju më shumë veten. Në momentin që ne shohim sinjalet e para shumë e rëndësishme të fillojmë meditimin, nëse jemi të hapur për të medituar, të fillojmë ne kemi krijuar teknika pafund meditimi, frymarrje, procesim emocional, të cilat të rikthejnë fokusin tek vetja. Të fillojmë qoftë edhe me 10 minuta të rikthejmë fokusin tek vetja jonë, të mësojmë se si të jemi aty për veten tonë. Procesim emocional është shumë I rëndësishëm, unë e përmend shpesh që çdo gjë të cilën ne e kërkojmë jashtë, sepse ne shpesh kërkojmë lumturinë jashtë, kërkojmë miratimin jashtë, kërkojmë vlerësimin jashtë. I kemi sy të njerëzit dhe prandaj bëjmë kaq shumë. Bëjmë për njerëzit, bëjmë për familjen, për shefat, për çdo gjë, sepse e kërkojmë vlerësimin jashtë, por aty jashtë faktikisht e shohim që ai vlerësim sado që ti përpiqesh, nuk vjen asnjëherë ashtu siç e do ti, sepse vlerësimi vërtet duhet të vijë nga brenda. Arta, ju keni pasur raste të ndryshme dhe trajtoni vazhdimisht. A keni pasur ndonjë rast ku ju jeni ndjerë skeptike dhe vetë që mund t'ja delni? Unë gjithmonë e shoh personin të plot, në shëndet të plot, çdo person ka potencial,
trupi mund të shërohet. Me gjithçka. Mendon që trupi mund ta shërojë veten? Po, kemi patur kaq shumë raste, mund të kemi qenë skeptike para 10 vitesh, por tani jo më. Kemi patur kaq shumë raste. Kemi parë potencialin që ka njeriu brenda. Po, kemi parë kaq shumë raste nga më të ndryshme, sëmundje edhe të quajtur të pashërueshme nga mjekësia, ku trupi ka rikthyer sërish koherencën dhe shëndetin. Po më intereson me ditë pak a shumë ju jetoni në Zvicër, sepse nuk falem shumë për ju, që është një ditë e juja atje, një ditë profesionale. Ngrihem në mëngjes, shkoj në punë, por faktikisht kohët e fundit, duke qenë se kemi projekte në Zvicër të cilat mund të bëhen edhe online, kam krijuar një jetesë midis Zvicrës dhe Shqipërisë. Por një jetesë në Zvicër është që shkoj për universitet, bëj disa takime, rikthehem sërish në shtëpi sepse aty kemi krijuar edhe zyrë tonën dhe vazhdoj me punën aty. Pra puna ime është e ndarë midis projekteve në universitet, gjithashtu dhe krijimit të meditimeve, teknikave, organizimit të retreateve, të eventeve, dhe gjithashtu një pjesë e madhe shkon edhe në udhëtime. Ne shkojmë shumë në për trajnime të ndryshme në Amerikë, në Europë, ku ndjekim teknika të ndryshme dhe të reja të meditimit, ndjekim kërkime shkencore çfarë ka të re të fundit, dhe një pjesë pastaj shkon në Tiranë dhe në Golem, ku bëjmë dhe organizojmë dhe retreatet tona. Pra është një jetë shumë dinamike. Edhe në këto retreatet zakonisht keni interesim shumë të madh. Edhe mesazhet që i merrni nga pjesëmarrësit shpesh janë shumë të mira. E kam parë që përdorni shumë edhe në ato bisedat virtuale që i keni, vizualizimin. E përdorni vizualizimin në një ambient, në një amfiteatër ku gjithë janë bashkë. Sa ndikon kjo teknikë tek ata që ju dëgjojnë? Është një teknikë shumë e bukur. Është një teknika që thoni është imagjinosh, pra zakonisht në live jemi mbi 1000 veta, edhe imagjinojmë se jemi të gjithë bashk në një amfiteatër gjigant, dhe kur ti je me një grup njerëzish të cilët meditojnë së bashku, e kanë fokusin në zemrën e tyre, të falënderimit, të dashuria, ti brenda teje ndodh diçka edhe më e fuqishme se sa autorregullimi, sepse ne deri tani folëm të meditosh në heshtje ose me një meditim të drejtuar vetëm në shtëpi, dhe kjo është një autorregullim, por së shpejti do vi koha që jo vetëm të autorregullohemi, jo vetëm të izolohemi me veten tonë dhe të qetësojmë veten tonë, po do vi koha që të ketë korregullim. Çfarë do thotë korregullim? Është një rregullim i sistemit nervor në komunitet, ku ti je së bashku me një grup njerëzish të cilët janë të fokusuar te falënderimi, te mirëkuptimi, te përkujdesja, dhe me këtë grup njerëzish automatikisht sistemi jot nervor ndihet i sigurt dhe i mbrojtur. Dhe kjo është dhe e ardhmja e një shoqërie e cila e ka fokusin tek shërimi. Çfarë keni mësuar më shumë ti përgjatë këtyre 10 vjetëve që merreni me këtë fushë më intensivisht? Ajo që kam mësuar është se njerëzit kanë një potencial të jashtëzakonshëm dhe janë shumë herë më të fuqishëm se sa që mendojnë. Dhe zemra e tyre mund të ndjejë shumë më shumë dashuri nga ajo se çfarë ne mendojmë. Dhe që ekziston një jetë ndryshe, një jetë komplet, shumë herë më e plotë, më e lirë në momentin që ata hapin zemrën, dhe në atë çast kur ata e përjetojnë hapjen e zemrës, sepse ky është qëllimi jon, ne i quajmë hapja e zemrës, por që është një harmoni dhe koherencë plot. Ajo që ne kemi vënë re në atë çast është që njeriu ndryshon 100%. Dhe thonë nuk jam më i njëjti dhe jeta ime nuk është më e njëjta. Aty ndjen të plot, ndjen të lirë, dhe çdo gjë që kërkonin jashtë e kanë brenda. Dhe në atë moment janë të lirë të krijojnë gjithçka pastaj. Por ndonjëherë njerëzit e kanë vështirë edhe t'ia pranojnë vetes që nuk janë mirë. Ata njerëz që mbyllen vete dhe hezitojnë m'ia pranu qoftë edhe vetes, qoftë edhe tjetrit, çfarë do të bëjnë në këtë mes? Ndonjëherë nëse e kanë shumë të vështirë, mund të provojnë me diçka të vogël dhe të shohin efektin e saj. Unë gjithmonë them, nëse je skeptik,
provo me diçka të vogël. Dhe shiko se si ndryshon. Jam 100% e sigurt se edhe një meditim 10 minuta do ndryshonte shumë. Dhe thjesht me atë efekt të vogël të shohin a munden ta imagjinojnë jetën e tyre me atë efekt të vogël të një fishuar. Arda, çfarë mendon që duhet kemi pjesë të përditshmërisë çdo ditë që të ndihemi më mirë? Disa thonë që të shkruash atë që ndjen të ndihmon, po si e shihni ju? Fokusi tek vetja në çfarë do lloj mënyre të jetë më e saktë, më e natyrshme për ty. Mund të jetë shkrimi, mund të jetë meditimi, mund të jetë frymarrja, pra çdo lloj momenti që ti e rikthen fokusin tek vetja, por shumë e rëndësishme sepse shumë njerëz e rikthejnë fokusin tek vetja, qëndrojnë me veten dhe nuk rinë as 5 minuta dot me veten, sepse mendimet vinë, emocionet vinë, nuk janë dot rehat me veten dhe këtu do ta pyesin veten pse ndodh kjo. Dhe kjo ndodh sepse ne nuk e pranojmë veten tonë. Ne e gjykojmë veten tonë, e kritikojmë veten tonë dhe kjo ndodh pastaj në jetë. Dalim në jetë dhe shohim që njerëzit na kritikojnë dhe na gjykojnë, por është e njëjta gjë që ne ishim duke bërë me veten. Dhe e shohim se kjo është realisht një pasqyrë. Dhe nëse ata e kuptojnë këtë të vërtet, atëherë do shpenzonin pak më shumë kohë me veten për t'i dhënë më shumë dashuri, për t'i dhënë më shumë falënderim dhe pranim. Dhe do shikojnë pastaj që ajo jeta do jetë një pasqyrë asaj që bëjnë me veten. Jeta do i pranojnë më shumë njerëzit, do i ofrojnë më shumë mbështetje, pranim, dashuri dhe falënderim. Si mund të jemi më mirë me veten? Si mund të komunikojmë me veten? A do t'i themi fjalë të mira edhe vetes tonë, siç ju themi të tjerëve? Komunikimi është shumë i rëndësishëm, pra fjalët që ne i themi vetes janë shumë të rëndësishme, por akoma më e rëndësishme është një komunikim në nivel emocional me veten. Si reagojmë ne ndaj vetes? A e sulmojmë, a e kritikojmë së brendshmi, sepse gjithçka është edhe një sulm i brendshëm, jo domosdoshmërisht me fjalë. Nëse ne kemi një emocion negativ, a qëndrojmë dot me veten tonë duke e dashur veten, pavarësisht atij emocioni negativ, duke e pranuar veten, pavarësisht atij emocioni negativ. Dhe të sillemi me veten tonë ndryshe nga ata që na kanë lënduar është shërim. A do t'i besojmë edhe intuites, qoftë kur marrim vendime, qoftë në raportet tona personale, qoftë në raportet tona profesionale, sa luan rol intuita në këtë mes? Intuita e ardhur nga një sistem nervor i harmonizuar, pra një zemër dhe mendje koherente, do t'rregoj gjithmonë rrugën e duhur, e cila ndoshta për logjikën mund të mos jetë rruga më e mirë, por eksperienca na ka treguar se intuita e ardhur nga një sistem nervor i harmonizuar, gjithmonë të tregon atë rrugë e cila hap pas hapi pastaj rezulton në rrugën më të jashtëzakonshme të gjithë jetës tënde, sepse është ajo rrugë e cila është e jotja, nuk është asnjëri tjetër. Dhe ti ke mundësi të shprehësh veten tënde në atë rrugë. Me që bëni edhe studime edhe me bashkëshortin e juaj, në cilat me momentumet jetës mendon që njerëzit përjetojnë krizat më të mëdha në jetë, ose në cilat rrethana më shumë? Krizat më të mëdha në jetë janë kur personi ka ndryshime të ambientit të jashtëm, po që shkakton dhe ndryshime të ambientit të brendshëm, që shkaktojnë një ndryshim në identitet. Çfarë do të thotë kjo? Nëse një person emigron dhe vendi jashtë ndryshon dhe përjedhoi personi përballet me një ndryshim të brendshëm dhe një ndryshim të identitetit, ose nëse një grua lind një fëmijë, atëherë ndryshon ambienti jashtë, po ndryshon dhe identiteti i saj. Pra, të gjitha këto momente ndryshime të mëdha jetësore janë momente që personi ka një ndryshim të identitetit dhe ka nevojë që të rikthehet tek vetja e tij dhe sërish me pranim dhe me dashuri të çdo pjesëse që mund të jetë aktivizuar në atë moment. Kam lexuar shpesh që thuhet që ne jemi fëmijë të cilët mësojmë si të sillemi, si ndikon fëmijëria që na përcjell pastaj gjatë gjithë jetës kur ne mësojmë sjellje edhe jemi më të vetëdijshëm ndaj sjelljeve tona. Kur ne jemi fëmijë ne nuk dimë se si t'i flasim vetes. Ne mësojmë këtë gjë nga personat që na rrisin, pra nga prindrit dhe nga kujdestarët. Mënyra se si ata na flasin bëhet mënyra se si ne i flasim vetes dhe kjo vazhdon pastaj gjatë gjithë jetës. Në momentin që ndërgjegjësohemi për këtë, fillojmë pastaj t'i flasim vetes ndryshe, nëse kjo nuk ka qenë mënyra e duhur, ose ta përforcojmë ato fjalë që na kanë thënë nëse ka qenë forma që ne dëshirojmë.
Por ndonjëherë shumë të rritur që jetojnë me familjen e lënduar brenda vetes, për rrethona të cilat ata nuk janë fajtor, si mundemi ne me gjetë problemet që burojnë familji edhe me u marrë me to. Ndonjëherë shumë njerëz nuk e kujtojnë se çfarë ka ndodhur dhe unë shpesh I them nuk është e domosdoshme që patjetër të kujtosh fëmijërinë. Normalisht shumë situata janë rezultati I lëndimeve të fëmijës së brendshëm, por për ta kuptuar këtë është shumë e thjeshtë të shohësh situatën aktuale. Cilat janë emocionet më dominante për momentin që janë negative tek ti. Pra cilat janë momentet ku ti reagon më shumë dhe pikërisht ato emocione që nuk të kupton asnjëri. Është një situatë mund ta marrim dhe situatën me punën, me shefin, qofse janë dy persona, një person është I lënduar nga fëmijëria, nga ndjenja të tilla si turpi dhe faj, dhe personi tjetër nuk është I lënduar. Qofse vjen shefi dhe për një punë që të dy e kanë bërë gabim dhe I kritikon, personi I parë që nuk është I lënduar thotë, "Okej, në rregull, e rregullojmë, I futemi pra punës dhe e rregullojmë." Personi tjetër që është I lënduar, këtë gjë e merr sikur është fundi I botës. Jo, pse nuk ishte faji im, fillon të justifikohet, fillon të ndihet shumë keq. Dhe kjo është një moment dhe tjetri pastaj shikon sikur po ti çpate. Dhe ky është pikërisht një moment që ne mund ta kuptojmë se ky është një lëndim I fëmijës së brendshëm. Pra është një sistem nervor I copëzuar I cili ka nevojë për ribashkim. Dhe ribashkimin e vetëm mund ta bëjmë vetëm për brenda vetes tonë, duke I dhënë pranim, duke I dhënë dashuri vetes, duke e pranuar edhe atë pjesë të vetes tonë. Ata që ndjekin meditime, sa mendon sa shpesh gjatë javës ose gjatë një mujori do të bëjnë meditim? Çdo ditë. Pa marrë parasysh sa kohë ke, apo? Pa marrë parasysh sa kohë. A është kjo se meditimi do të jetë si një lloj ushqimi që japim vetes? Meditimi është ushqim, meditimi është dush që I bën sistemit nervor, është ajo kënga e zemrës për të cilën nuk mund të rish dot pa e dëgjuar. Përndryshe do dëgjosh zhurmat e botës dhe gjithmonë janë dy gjëra, ose do dëgjosh botën, do të tregoj bota se kush je, ose do dëgjosh zërin e zemrës, do të thotë zemra se kush je. Njerëzit vazhdimisht nga këtë kohë po flasin edhe për vetmin. Njerëzit kanë pa që ndjen të vetmuar edhe brenda ambientit tyre të punës, edhe brenda familjeve të tyre, edhe brenda komunitetit. Si mundemi me luftu vetmin në një nivel pak më të lartë? Lufta me vetmin është faktikisht faza fillestare është përqafimi I saj. Faza fillestare është pikërisht ti kushtosh pak kohë vetes, sepse është shpirti jo që po të thot riktheu sërish tek vetja jote. Sepse ne kërkojmë të ndihemi mirë në komunitet, me njerëz, po sa më shumë e kërkojmë këtë gjë jashtë, aq më shumë ajo mungon. Por personat që rikthehen tek vetja, punojnë me emocionet, japin vetes pranim, dashuri, bëjnë të gjithë këto teknikat me frymarrje, teknika të ndryshme somatike që ne I bëjmë, ajo që ndodh me ta është se marrëdhëniet pastaj janë më të thella. Njerëzit në raport me ta ndryshojnë, marrëdhënia me kolegët, me shoqërinë ndryshon, ata ndihen më të lidhur me njerëzit, sepse ata ndihen më të lidhur me veten e tyre. Si mund të krijojmë ne raporte më të shëndetshme me njëri tjetrin, raporte më të sinqerta? Ne me njerëzit gjithmonë personat të cilët janë të lënduar nga fëmijëria, pra është ai lëndimi I fëmijës së brendshëm, gjithmonë krijojmë marrëdhënie me të tjerët për të rregulluar të kaluarën. Në qoftë se ne dikur na kanë braktisur, atëre gjejmë dikë I cili është shumë I prirur të na braktis dhe përpiqemi me çdo kusht që të mos na braktis. Në qoftë se në fëmijërinë tonë dikur na kanë kritikuar, na kanë fajsuar, gjejmë dikë që na kritikon dhe na fajson dhe bëjmë çmos që mos ta bëj këtë gjë. Dhe në momentin që bëhemi të ndërgjegjshëm për të përpjekjet tonën për ta shëruar të lëndim duke transformuar tjetrin, nuk funksionon. Shërimi I lëndimit nuk funksionon duke ndryshuar tjetrin, duke detyruar tjetrin, duke nuk shërohet lëndimi nga jashtë. Por shërimi lëndohet vetëm nga brenda. Në qoftë se të kanë braktisur, mos e braktis veten. Në qoftë se të kanë kritikuar dhe fajsuar, mos e fajso më veten, mos e kritiko më veten. Në qoftë se të kanë gjykuar, mos e gjyko më veten. Edhe kjo është mënyra se si pastaj çdo marrëdhënie do rregullohet, nuk do kërkosh më që asnjëri të ndryshojë dhe pastaj marrëdhëniet do rregullohen vetë.
Si mund t'i pranojmë njerëzit më mirë, pa i kërkuar që t'i ndryshojmë, sepse njerëzit vazhdimisht mendojnë që shoku, shoqja, partneri i tyre nuk është ideali sepse kanë projektimin që ata e kanë kokë për personin tjetër, jo si ai është. Si t'i pranojmë njerëzit ashtu siç janë. Atëherë në këtë rast unë do përgjigjem për marrëdhënie normale. Nuk po flas për marrëdhënie abuzive apo situata të vështira. Për marrëdhënie normale, nëse ne duam të pranojmë bashortin, fëmijët, familjarët, do të pranojmë veten. Është e rëndësishme të kthejmë fokusin tek vetja dhe të shohim sa mund të rrim dhe 5 minuta me veten tonë. Dhe nëse ne mund ta bëjmë këtë gjë, të japim pranim dhe dashuri vetes tonë, do e shohim se gjithë kjo punë me veten normalisht që do kohë, nga eksperienca jon, ajo që është parë është se marrëdhëniet pastaj janë rregulluar sepse tjetri duke pranuar shumë aspekte të vetes së tij, ka kuptuar plotësisht edhe bashortin, ka kuptuar fëmijët, ka kuptuar familjarët dhe çdo gjë që ata kanë bërë pastaj nuk e kanë ngacmuar emocionalisht, sepse nuk kishte më plagë për të ngacmuar. Si mund t'i kontrollojmë më mirë mendimet tona, mendimet e këqija dhe t'i transformojmë e thatë një gjë shumë të mirë që shpesh duhet të mendojmë situata më të mira, njerëz që i duam. Si mund t'i kontrollojmë ne më mirë mendimet tona? Dhe të mos i lejmë ato të na kontrollojnë neve. Mendimet nuk kontrollohen. Në momentin që vjen një mendim, do të pyesim veten çfarë ka pas këtij mendimi. Çdo mendim negativ ka një emocion negativ. Dhe çdo emocion negativ është një lëndim i fëmijës së brendshëm përderisa ka shkaktuar aq shumë mendime negative dhe reagime aq të forta. Çdo mendim negativ ka një emocion nga mbrapa që të thotë do të lën vetëm, do të braktisin, po të fajsojnë, po të kritikojnë, ke bërë faj, ke bërë këtë, ke bërë atë. Pra është një emocion, një ndjenjë vetmie, një ndjenjë të kanë bërë padrejtësi. Kjo është e padrejtë. Kjo po më bëhet padrejtësi, një ndjenjë e fortë zgënjimi. Po më manipulojnë. Është të gjitha këto emocione shkaktojnë mendime negative. Dhe kur ne rikthehemi tek emocioni bazë, dhe do kuptojmë se a mundemi ta shërojmë këtë emocion, a mundemi që të krijojmë hapësirë brenda trupit ton, dhe normalisht që kjo gjë do praktik të thellë meditative, do fokus të thellë tek zemra, do harmonizim të thellë midis zemrës dhe mendjes, por e them thjesht në termin teknik, a mund të krijojmë hapësirë brenda vetes dhe atë pjesë brenda teje që ndihet se i kanë bërë padrejtësi e madhe. A mund ta duash, a mund ta pranosh? A mundesh që tani vetes të mos t'i bësh padrejtësi? A mundesh që çfarë mund të bësh ti me veten tënde që mos t'i bësh ti padrejtësi vetes? Çfarë mundesh nëse një pjesë brenda vetes tënde ndihet e braktisur? Çfarë mund të bësh ti që të mos ta braktisësh atë pjesë? Dhe të mos vrapojmë më larg vetes, po ka ardhur ka të vrapojmë drejt vetes. Dhe një vrapim drejt vetes është një vrapim pastaj i vërtet drejt jetës. Ne vërtet shfaqemi në jetë, shfaqemi të plot, shfaqemi të lirë dhe nuk përpiqemi të kontrollojmë as mendimet tona, por as të tjerët. Për çka vuajmë më shumë të ne shqiptarët, sepse shpesh na thonë që ne vuajmë edhe për mendimet e të tjerëve më shumë se sa që e bëjnë të huajt për shembull. Është pikërisht kërkesa për të pranuar. Kërkesa për të pranuar, kërkesa për të mos të braktisur, për të vlerësuar, për të respektuar, kërkesa për që të mos të bëjmë padrejtësi, që ti të jesh i vlerësuar në shoqëri. Por kjo gjë si e thash bëhet fillimisht nga brenda. Është e pamundur të gjendet diçka jashtë nëse nuk ekziston së brendshmi në fillim. Arta, ju keni dhe një libër dhe do të mbani retreat edhe këtu në Kosovë, për gjithë ata që po dëgjojnë për herë të parë për ju, cili është mesazhi çka mundet me përjetu qoftë duke lexuar librin e juaj, qoftë duke ardhur në organizimet që ju i bëni. Në për librat tanë dhe gjithashtu dhe në organizime fokusi është pikërisht rikthim te vetja. Dhe ajo që do gjejnë ndoshta është diçka që asnjëherë nuk mund të imagjinohet dhe nuk mund të perceptohet nga momenti aktual, por imagjinoni se çfarë mund të ndodhte nëse do ishit plotësisht të lirë. Nëse do ishit plotësisht të lirë, pa e kontrolluar veten, pa duke i dhënë vetes pranim, dashuri, pa kërkuar as edhe një gjë nga bota jashtë, dhe duke u ndjer të plot, të vlerësuar, jo të kritikuar nga vetja juaj në fillim. Dhe duke krijuar një ambient
plot paqe brenda vetes. Pra ajo që ne krijojmë edhe në sallë është një ambient plot paqe. Një ambient ku ti je i pranuar, je i vlerësuar dhe ky pranim ndihet pasaj së brendshme. Ndihet një pranim i madh në trup. Dhe kjo sjell një paqe në sistemin nervor. Dhe kjo hapësirë paqe dhe pranimi shëron pastaj, shëron sistemin nervor, shëron të kaluarën, shëron të ardhmen gjithashtu, duke e krijuar komplet të re. Arta, ju merrni edhe shumë mesazhe. Cili është mesazhi më i mirë që ju e keni marrë dhe që ju ka motivuar të punoni akoma edhe më shumë këtë fushë? Mesazhi më i mirë nuk mund ta ndaj sepse të gjithë kanë një impakt. Janë vërtet të jashtëzakonshme, por mund të them mesazhe pafund që kemi marrë dhe janë të ngjashme me njëri tjetrin, që thon jeta ime nuk është më njësoj, është transformuar komplet dhe as nuk e imagjinoja se mund të ndihesh kështu. Dhe gjithashtu vazhdojnë, do doja që të gjithë ta dinin këtë, ose do doja që të gjithë ta ndjenin këtë gjë që po ndjej unë. Ju duke sikur shëroni edhe me qetësinë me cilën komunikoni. A është kjo diçka që ju keni punuar apo e keni pasur vetveti, apo si mund ne të komunikojmë me qetë, që t'i bëjmë edhe të tjerë të ndihen sigurt me neve? Me këtë unë kam punuar mbi 10 vite, si e thash, që në momentin që kam nisur me meditimet, deri tani akoma vazhdoj punoj me veten, dhe është një pranimi vazhdueshëm i çdo pjesëze brenda meje. Është një pranimi vazhdueshëm i gjithë shkaje që ndodh brenda dhe jashtë. Dhe në atë moment besoj që reflektohet, është sistemi nervor, zemra harmonizohet, truri harmonizohet. Është një studim që është bërë, një nerv, është nervi laringal, i cili është shumë e çuditshme, sepse normalisht është tek pjesët vokale, dhe duhet të jetë thjesht te pjesët vokale, nuk duhet të udhëtojë, të shkojë diku, por nëse studiojmë anatomin, nervi laringal shkon në zemër dhe pastaj nga zemra shkon prapë tek kordat vokale. Dhe kjo do të thotë që ne kur flasim, transmetojmë gjithashtu dhe ato që ndodh në zemër. Faleminderit Arta, me që jemi në fund të vitit ku festojmë gjithçka që kemi arritur dhe gjithçka që kemi lënë pas. Cili është mesazhi juaj për secilën, për një fillim të mbar, për një fillim sa më të mirë? Mesazhi im është në qoftë se ke një ëndër, në qoftë se ke edhe një ëndër qoftë për të ndier mirë, një ëndër të thjeshtë ose një ëndër të madhe, një ëndër për të krijuar më shumë, për të kontribuar më shumë, një ëndër për të shprehur më shumë veten, ndiqja atë ëndër sepse është plotësisht e mundur. Kemi parë raste nga më të ndryshmet, njerëzit kanë realizuar ëndrat e tyre, sepse në momentin që ne rikthejmë fokusin tek ajo që jemi vërtet, fillojmë të besojmë tek vetë, të besojmë të mundësitë, atëherë jeta fillon beson tek ne dhe mundësitë shfaqen. Është plotësisht e mundur, prandaj riktheuni në zemër dhe ndiqni ëndrat tuaja. Arta, besoni te fati apo mendon që gjithçka mund të manifestohet gjithçka? Fati është i krijuar deri në momentin që ne fillojmë të punojmë me mendimet, emocionet dhe veprimet tona. Dhe në atë moment ne krijojmë një fat të ri. Faleminderit shumë, shpresojmë për një fat të ri të mirë për secilën që na dëgjon këtë podcast. Shumë faleminderit.